Hekurudha shqiptare ka planifikuar hapjen e një tjetër tenderi për linjën Tiranë-Durrës-Rinës, këtë herë për ndërtimin e bazës mekanike për mirëmbajtjen e trenave, depo, një investim me fond limit prej 1 miliard e 400 mijë lekë. Projekti përfshin hartimin e projektit të detajuar dhe ndërtimin e bazës, që do të shërbejë për mirëmbajtjen dhe operimin e trenave të ri që pritet të vendosen në funksion me nisjen e shërbimit hekurudhor. Tenderi vjen në një kohë kur autoritetet po përshpejtojnë procedurat për finalizimin e linjës hekurudhore, e konsideruar si një nga projektet më të rëndësishme të transportit publik në vend. Paralelisht me punimet civile të linjës, tashmë janë në zhvillim disa procedura të tjera kyçe që lidhen me funksionalizimin e plotë të saj. Po ashtu është hapur dhe tenderi për projektimin dhe ndërtimin e godinës stacionit hekurudhor në Rinës, me një fond prej 91.6 milion lekë. Projekti synon krijimin e një infrastrukture moderne për pasagjerët e aeroportit, me akses për transport publik, zona parkimi dhe lidhje me terminalet përkatëse. Në të njëjtën kohë, vijoi dhe procedura me 2 faza për elektrifikimin e linjës, e drejtuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas të dhënave zyrtare, punimet për infrastrukturën hekurudhore dhe sistemet e sinjalizim telekomunikacionit kanë avancuar mbi 90%, ndërsa ndërtimi i 8 godinave të stacioneve pritet të përfundojnë brenda muajit qershor, ndërkohë që operimet hekurudhore synohet të nisin brenda vitit 2027.